Përshëndetje miq të nderuar. Në mjekësi dhe në kërkimet shkencore thuhet qartë që trupi njeriut ka 79 organe. Kjo është ajo që i mësohet studentëve në universitetet mjekësisë, kjo është ajo që beson çdo mjek. Por sipas disa dokumenteve dhe kuptohet qartë që janë ndoshta të pak njerëzit që e dinë që në trupin ton ekziston dhe një organ i 80 i vendosur midis stomakut dhe shtyllës kurizore, i cili është me një diametër 4 cm. Ku shkenca jo vetëm nuk e pranon ta njohë, jo vetëm që nuk do që ta studioj, por nuk do as të flitet për të. Ky organ miq, pra organi 80, është zbuluar 73 vite më parë në 1953 nga një ekip kërkues i ushtrisë amerikane pas 7 vite studimi në mbi 4.000 ushtarë. Dhe më e habishmja është se edhe pse u pretendua se u zbulua 73 vite më parë, ai ende sot nuk njihet as zyrtarisht nga anatomia moderne dhe vazhdon nga shumica e mjekëve të quhet si një indër lidhës apo një mas parëndsi në trupin ton. Madje edhe në imazheristët i shfaqet një lloj grumbulli dëndur që radiologët e anashkalojnë dhe quajnë përfshirje benigje, pa hetuar fare më tutje. Por në fakt, ky është një organ funksional, me furnizim gjaku, me lidhje nervore direkte me trungun e trurit, dhe madje me një dalje elektromagnetike unike që asnjë organ tjetër nuk e prodhon. Pra me fjalë të thjeshta miq, është organi që lidh biologjinë e trupit njeriut me fushën energjetike që na rrethon. Ose më saktë, organi i intuitës, perceptimit, ndjesisë së rrezikut, mashtrimit dhe manipulimit. Është ajo ndjesia ku ndjen diçka përpara se ta kuptoj trupi apo mendja më saktë dhe para se të ndodhi. Pra, momenti kur hyn në një vend për shembull me një tension të lartë, pa folur askush ti e kupton. Ku një person ti e dorën edhe ti kupton sinjalin e një mosbesimi. Për fjalë, edhe pse fjalët e tija mund të jenë perfekte. Ku një nënt ka përndjerë rrezikun për fëmijën e saj pa pasur asnjë provë konkrete dhe asnjë ngjarje. Apo kur dikush ndjen se po manipulohet dhe po mashtrohet, dhe pse logjikisht ai nuk arrin ta shpjegojë. Pra, nuk është thjesht emocione ose psikologji, por sinjale biologjike reale që ky organ percepton dhe i përkthen në reagime nervore. Ky organ funksionon si një lloj antene biologjike e trupit miq, duke marrë informacionin nga mjedisi përreth. E ka krijuar Zoti për ne këtë gjë. Duke marrë nivelin e energjisë, frekuencat, njerëzit përreth dhe pastaj ja dërgon trurit në formë sinjalesh intuitive. Pra, trupi e di para mendjes çfarë mund të ndodhi. Ky organ është aktiv dhe i pastër nëse nuk është i rrethuar nga toksinat. Intuita bëhet më e fortë, perceptimi më i mbret, memoria bëhet më e qartë dhe nuk kemi humbjet memorisë që kemi shumë sot në jetën e përditshme. Dhe njeriu arrin ta dallojë shumë shpejt gënjeshtrën, manipulimin, rrezikun, ndërsa kur ai kalcifikohet apo bllokohet nga toksinat, nga valët elektromagnetike, nga ushqimet e përpunuara dhe stresi kronik, njeriu humbet lidhjen me instinktin natyral dhe bëhet më i manipulueshëm. Dhe pyetja qëndron pikërisht këtu. Pse nuk flitet për të? Pse nuk është futur në anatominë zyrtare? Pse u klasifikua? Pse humbën jetën kaq shumë njerëz që donin ta shpallnin? Sepse një njeri me intuit aktive, me një perceptim shumë të lartë, me lidhje të fortë me trupin e tij, është shumë i vështirë për të manipuluar miq. Një popull që e ndjen mashtrimin që në fillimet e momentet e para. Pra, në fillim e ndjen në trup, pastaj para se të shkojë në tru, nuk kontrollohet lehtë. Prandaj, në këto 73 vite bota moderne me qëllim, jo pa arsye, dhe jo vetëm për përfitime, është mbushur me më shumë pesticide, toksina, ushqime ultra të përpunuar, mbi 80.000 kimikate në jetën tonë përditshme, në ajër, në ujë, në tokë, dhe mbi 22.000 aditive ngjyrues të ushqimor tek ushqimet tona të përditshëm. Dhe me nivele të larta të rrezeve elektromagnetike. Kjo nuk është bërë për biznes, miq.
Kjo është bërë për të mpirë dhe për të kalcifikuar dhe të aktivizuar pikërisht të organ që nuk flitet dhe është fshehur. Ashtu, siç kanë bërë me kalcifikimin e gjendrës pineale nga klori, metalet e rënda dhe nga toksinat. Edhe vetë valët elektromagnetike ndikojnë në receptorët e tij, duke bllokuar funksionimin normal. Ky organ tek shumica e njerëzve, pjesa dërmuese e popullatës në botë, është në gjendje të fjetur, është i kalcifikuar dhe pa funksion. Dhe jo më kohë disa shkencëtarëve në atë kohë u mbyll goja. Disa të tjerë u shtukën nga skena shkencore dhe dokumentat u klasifikuan, disa u asgjësuan, edhe të tjerë që kanë dashur të hapin si problem kanë përfunduar keq. Por, miq, historia ka treguar se ne duhet jemi me të vërtetën dhe ta mbrojmë atë, sepse e vërteta sa do të tentohet fshihet, gjithmonë ka për ta gjetur një çarje për të dalë në dritë, sepse që një njeri që nuk ndjen më kontrollohet më lehtë. Por sa do të mbulohet e vërteta, miq, me heshtje, me propagandë, me frikë, trupi njeriu të vazhdon të mbajë brenda tij kujtesën e asaj që krijuesi, Zoti ynë, na ka dhënë. Dhe ndoshta dita më e rrezikshme për ata që po na manipulojnë, nuk është ku njeriu mëson një sekret, po kur zgjohet përsëri dhe fillon ta ndjej të vërtetën në trupin e tij. Dhe ky informacion që un po u jap, miq, është i rrezikshëm për elitat dhe kontrolluesit tanë të lirive. Por kisha kohë që desha ta jepja si informacion dhe nuk dija ta jepja apo jo dhe kur. Dhe sot po e shfaq para jush. Zoti na ruaj të gjithëve. Amin.